Dhe po fillojmë këtë episod, sot është e shtunë. Llapin e zejmë neve, e lirojmë ku. Kë mbaj gjë. Jorgaçi ka Vetëm tani do nisemi për te lokali, për te dreka. Po bëjmë peshk, po bëjmë kakaleca, gjërat mira. Besoj se mbani mend Halarën, më ka dërguar përsëri një PR box dhe Përshëndetje nga episodi 3, Come Down to Christmas. Unë sapo jam bërë gati. Sot kam lyer pak flokët me bojën që ja u tregova, që bleva. Është numri 5 nga L'Oreal për të gjitha gocat që më kanë pyetur. Dhe po fillojmë këtë episod, sot është e shtunë dhe sot do të nisemi për në Korçë. Kështu që besoj se ky do të jetë episodi im i preferuar në këtë seri videosh. Ndoshta ky dhe episodi tjetër do jenë të dedikuara vetëm për udhëtimin tim në Korçë. Korçë jam shumë e lumtur, nuk e keni ide, në zi po pres. Do të qëndrojmë aty gati 5 ditë, kështu që do kemi plot gjëra për të bërë, plot gjëra për të treguar. Ju mos harroni të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua, më ndihmoni shumë. Kam bërë gati një valixhe për 5 ditët që do të qëndroj, një valixhe të vogël. Nesër kemi një drekë familjare, sot ndizen dritat në Korçë në orën 6, shpresoj që t'i kap, sepse më pëlqen shumë ai momenti ku numërojmë nga 1 në 10, nga 10 në 1 më saktë. Ndërkohë që po flisja me shoqen time dhe më tha që dhe sot në Tiranë ndizen dritat, unë nuk e dija këtë gjë, nuk e kisha parë. Kështu që kur të kthehemi nga Korça në Tiranë, do bëjmë edhe një tur këtu në Tiranë për të parë edhe këtu atmosferën se si është, por me Korçën time nuk ndroj asgjë. Shihemi pak më vonë atëherë. Hello, unë sapo arrita në shtëpi. Edhe tani do t'ju tregoj pak dollapin, si e ka bërë babi. Ma ka marrë dollapin të gjithin. Erdha të lë çantën këtu, shikoj gjitha gjërat e babit të varur në dollapin tim. Ky është dollapi im që unë kisha bërë garderobën, përveç disa gjërave të vogla të mia që kanë ngelur këtu. Shikojini pak, janë të gjitha të babit. Atlete, kapuc të tjera, çizma. Kjo këtu është e imja faktikisht, edhe këto dy pellushët. Pastaj të gjitha këto këtej, shikojini pak xhupat, janë të gjitha të babit. Pra, magazin komplet, lart ka ngelur bosh, por që magazin komplet. Nuk di ç'a të them. Llapin e zejmë neve, e lirojmë ku të duam neve. T'i biri telefonit edhe. Ndërkohë që mami nuk ka ardhur akoma, jemi duke pritur që të vi. Edhe besoj do am darkë të gjithë bashkë. Nuk e arritëm dot pjesën e dritave, ora ka shkuar, pas ka ikur ora shtremt. Tani e pash. Si më ka kalu kështu nuk e di. Vërtet nuk e kapa dot ceremoninë e dritave, po gjithsesi do dalim nesër, do bëjmë një tur pas dite, pas drekës besoj. Kështu që shihemi pak më vonë. Ja dhe pemën e ka vënë babi, këtu e kam bërë gati, këta e kemi bërë bashkë vjeta, mbaj mend. E duket bukur shtëpia. Vën dhe këto mami këtu. Na ka vënë melo makaron me çokoladë, ti provojmë si do jenë. Edhe kështu. Këtu është nana nuk na flet sepse ishte me grip. Se jam me bizhame, i kam futur si partizanët. Prap me grip si, e? Ja. Nuk mbaj mend. Evi mama. Erdha. Evi noci pe Korçë. Ashensori jon me dritë të vakët, nuk dukesh. Sa po dolëm nga shtëpia. Hello, mirëmëngjes nga dita tjetër. Sa po kemi dal, jam me motrën tani, do dalim të pim një kafe. Edhe morëm vetëm një makinë tjetër e lam, që do dilem të gjithë bashk.
Dhe pastaj jemi për drek me familjet, nuk e di ku do shkojmë, të shohim sa dolëm nga shtëpia dhe thash t'ju flisja pak. Mami dhe babi po beshin gati, akoma nuk ishin gati, kështu që dolëm njëherë ne, pastaj më vonë do... Prap njëherë ne, thaj. Njëherë ne. E thash njëherë, çfarë? Njëherë. Duhet të thosha njerë. Nejse, s'kaq. Po nuk thot njerë, thot njëherë. Të bëhen gati edhe të shkojmë të marrim pastaj që të ikim për drek. Edhe të mos harroj diçka është e pa mundur. Kam haruar syzet e diellit. Dhe unë pas syzet e diellit nuk ri dot fare, po tani nuk e di nëse kam lënë diçka aty te shtëpia. Edhe nëse kam lënë, ta marr dhe kështu. Çfarë bëjmë tani? Përshëndetje, kjo është një shkëputje, sepse ndërkohë që Tula e të shkuarës është duke shijuar Korçën, Tula e së ardhmes është kthyer në realitet, edhe punët këtu janë bërë sa një mal, kështu që duhet të vazhdojmë me bashkëpunimet. Besoj se mbani mend Halarën, më ka dërguar përsëri një PR box dhe këtë herë është një PR box gjigant, besoj se është më i madhi që unë kam marrë ndonjëherë nga Halara. Normal që ka ulje do t'ja ule të gjitha në description box, të gjitha produktet gjithashtu bashkë me linke do t'ja ule në description box dhe do filloj t'ja u tregoj tani me njëherë. Filloj me produktin e parë. Ishte një bashkëpunim i cili unë duhet ta bëja sa më parë të ishte mundur. Janë një palë xhinse të zeza, vinë në këtë prerjen pak a shumë si këmban poshtë, nëse vini re, vetëm pak këtu është gjerësia dhe janë komplet të ngushta. Si gjithmonë nuk kemi kopsa, janë elastike, janë shumë elastike. Janë të zeza, por kanë këto ujrat, pra nuk e di nëse e vini re në dritë, po kanë dalë prapë goxha të rend. Unë këtu i kam marrë masa M. Këto shkojnë shumë mirë edhe me çizma të gjata, pra nëse i fut brenda, edhe të ngjajnë si skinny jeans, ose me një palë këpucë atlete, se di me ndonjë pullover më të gjerë. Produkti i dytë është një golf. Si ky golf unë kisha marrë një të zi nga Halara dhe zgjodha të marrë edhe këtë në ngjyrën beige, duke qenë se është ngjyrë neutrale, kombinohet shumë lehtësisht. Dhe po mundohem shumë që të shtoj pjesët që i kam kështu bazike, pra një ngjyra neutrale, sepse i përdor shpesh, për shembull, asnjëherë nuk jam boll disa golfe në ngjyrën beige, sepse një mund ta veshësh sot, nesër mund të veshësh tjetrin, e kështu me radhë, edhe ke opsione. Më pëlqen shumë materiali i golfit, është elastik, ri pas trupit dhe atë tjetrin që kam në ngjyrë të zezë e kam larë disa herë. Nuk ka ndryshuar as ngjyrën, as formën, as nuk ka marrë push, as gjë. Pra është i njëjti model jeansësh, si modeli në ngjyrë të zezë. Më pëlqeu shumë ngjyra e këtyre, pra janë një blu vërtet shumë e veçantë.
Dhe këto janë skinny, pra nuk vinë poshtë si këmban, por vinë kështu të ngushta. Edhe këto kombinon shumë lehtësisht me pulovra, me çizma të gjata, pra në momentin që ti do të veshësh jeans apo do të veshësh edhe çizma, këto janë vërtet shumë komode, të përshtatshme. Dhe rinë pas trupit, pra janë pak a shumë si streqe të plota. Tani unë do t'i provoj, nëse më rinë të mëdha, edhe nuk më rinë ashtu siç e mendoj, normal që do t'i çoj mamit, ndoshta një palë, 2 palë, nuk e di, të shikoj varet se si do më rinë, ose në qoftë se do ta shikoj të përshtatshme, mund t'i çoj disa mamit, sepse mami është në punë gjithkohë edhe i pëlqen shumë këto materialet elastike. Gjithsesi unë do ta shikoj se si duken të veshura, sepse nuk i kam provuar akoma, sapo jam kthyer dje, kam bërë punët, edhe thjesht u kujtova që kisha datën e bashkëpunimit, kështu që nuk kisha shumë kohë që të provoja. Vazhdoj me të radhës. Janë një palë pantallona. Pantallonat e Halarës i kam gati të gjitha ngjyrat, të zezë, kafe, gri, po më pëlqeu shumë dhe ky model i ri që kishte dalë, sepse ka këto kopsat këtu, edhe ka këtë lloj prerje, pra ka këto si mund të quaj këto, si mbledhje këtu, pra, edhe vijnë pastaj të derdhura. Edhe më pëlqyen shumë edhe për ngjyrë, sepse është ngjyrë që kombinohet shumë lehtësisht, është ngjyrë gri. Edhe këto i ka marrë masa M, pra në përgjithësi të gjitha i ka marrë masa M pjesën e pantallonave, ndërkohë që tek bluzat shkoj më tepër tek S-ja edhe kështu. Dhe nuk e di, mua më pëlqen shumë, materiali siç e shikoni në dritë, kanë xhepa, gjë që është shumë e rëndësishme për mua. Unë e kam shumë të nevojshme që pantallonat të kenë xhepa, sepse e kam kështu si zakon që ta vendos njërin dorë në xhep. Edhe kur kanë xhepa më duken shumë praktike edhe më duket sikur janë më bukur pantallonat. Nga mbrapa janë të thjeshta, nuk kanë as xhep asgjë. Tani kemi këto xhinset këto. Këto i mendoj më të përshtatshme për mamin, edhe prandaj i zgjodha, sepse fillimisht janë elastik tek beli, nuk rrëshqasin, kanë xhepa dhe më pëlqeu shumë edhe ngjyra. Pra është një ngjyrë e zezë në gri dhe vim vetëm të lirshme. Dhe jam e sigurt që do t'i ketë goxha komode mami këto, nga mbrapa duken kështu. Kanë këtë detajn këtu, gjithmonë detajet e Halarës më pëlqejnë shumë, si gjithmonë etiketat edhe logo dhe çdo gjë tjetër është shumë e bukur. Ja u kam thënë dhe në videot e tjera dhe po e përsëris që Halara i ka të gjitha veshjet elastike dhe e ka menduar për çfarë do lloj trupi. Pra, motoja e Halarës është ndjehemi sa më radhë dhe sa më komode. Vazhdoj me të radhës. Shkojnë sa shumë gjëra më ka dërguar këtë herë. Nuk di, domethënë jam shumë falenderues. Është një bluzë asimetrike që vjen me mbledhje poshtë. Vetëm mendojeni sa bukur duket kjo, edhe për një dark, ku nuk do të vishe shumë ekstra, kjo është shumë e bukur. Dhe materiali, si gjithmonë, super, nuk kam fjalë, kam zgjedhur në këtë ngjyrën kaki, është kjo ngjyra fix, dhe më pëlqeu shumë, e mendova kur të dalë, e vendos pak si kështu asimetrike, edhe duket shumë bukur. Këtë e ka marrë masa S, ju thash tek bluzat, shkoj më tepër tek masat S. Një tjetër bluzë, edhe kjo bazike, mund ta kombinojmë shumë mirë me xhinset, me pantallonat, është kjo këtu në ngjyrën gri dhe ka këto mbledhjet anësore. Besoj se do duket shumë bukur. Vazhdoj, tani, këtu kam një tjetër golf, si golfi që ju thash që kisha marrë më përpara golfin e zi. Pra. Ja ku është një golf i zi tjetër. Tani këtë mendoj t'ja çoj mamit ose motrës, ta mbaj kush të doj, se kam mundësi të ndaj. Gjithashtu, këtu kam përsëri një palë streqe. Nuk po t'i quaj streqe, janë streqe pantallon, nuk e di si t'i quaj këto. Janë kështu të gjëra poshtë. Këto nuk e keni den sa herë i kam veshur unë, i kam marrë në verë dhe nuk i ka gjetur asnjë gjë. Janë fiks siç i kam marrë dhe më pëlqejnë vërtet shumë. Dhe për këtë arsye mora edhe një palë të tjera. Pra, ti kemi sepse asnjëherë nuk janë mjaftueshëm. Këto i kam veshur shumë herë, domethënë janë aq praktike, aq komode.
del për ecje, del për pazar, del po ta diu për një piknik, i vesh to dhe je super. Tani blerja që mezi përprisja të më vinte, ose më saktë zgjedhja që mezi përprisja të më vinte, është këto. Është një pullover, po nuk e keni ide, nuk ja u shpjegoj dot aty se çfarë materiali ka dhe është kështu asimetrike komplet. Shikojeni pak. Vjen me këtë prerjen këtu, mëngët janë të ngushta dhe pjesa e golfit është ajo që më pëlqeu më shumë. Tani mos flasim për ngjyrën, se ngjyra normal që është neutrale, është një ngjyrë bezh e cila kombinohet shumë bukur, po shikojeni pak, duket shumë shik vërtet. Materiali nga afër po ja u tregoj, është elastik, është viskoz, nylon. Shumë interesant, më pëlqeu shumë. Jam vërtet shumë mirënjohëse për të gjitha brendet që më dërgojnë veshje, sepse ky vit ka qenë viti që kam pasur më shumë bashkëpunime nga të gjitha vitet. Nuk e di se çfarë ka ndikuar, ndoshta kam qenë më aktive, ndoshta jemi rritur pak nga pak, po vërtet që jam shumë mirënjohëse, sidomos për bashkëpunimet ndërkombëtare, pra brendet e huaja që më dërgojnë produkte. Ndihem vërtet shumë e vlerësuar dhe ndihem që puna ime vërtet po ja vlen. Shikojeni këtu tani, ëmbëlsirën për në fund, e kam lënë pikërisht për në fund, sepse është një nga zgjedhjet e mia të preferuara. Filloj me hoodin me zinxhir në ngjyrë të zezë, pra është një komplet sportiv. Shikojeni pak detajet këtu. Është me kapuç, me zinxhir dhe e ka marrë masën në, po shikojni pak se sa oversize që duket. Pra është fiks ajo prerja që unë e dua dhe një kostum i zi sportiv na duhet gjithmonë, sidomos kjo hoodie me zinxhir, të cilën mund ta kombinosh edhe me streçet, edhe me setet e tjera sportive, për në palestër që nuk e kemi nisur, po që ndoshta do ta nisim këtë vit që do vi, për ecje. Por në përditshmëri, unë vdes të ri me tuta, ma më pëlqejnë shumë tutat, kam shumë komplete sportive, por një komplet i ri i zi më duhet, sepse normal, se jo, kur e kemi mundësi. Këto janë tutat, tani imagjinoni pak, këto janë masa më, dhe shikoj pak se sa të lirshme që janë. Edhe në fund janë me këtë prerjen kështu me elastikun. Unë i kam veshur dje, këto i kam provuar sepse nuk duroja dot dhe më pëlqyen vërtet shumë. Kanë xhepa tutat, janë shumë komode, nga pas duken kështu, kanë lidhje këtu tek beli, janë oversize ashtu siç unë i preferoj dhe nuk e di. Materiali nuk kam pse flas sepse materiali është super i mirë. Këtu në pjesën anësore ka xhepa të fshehtë, edhe mbyllen me zinxhir, kështu nuk duken. Pra, përveç xhepave që ka këtu para, ka dhe këtë xhepin e fshehtë. Ishte hera e parë për mua që shikoja një hoodie që kishte edhe xhep të fshehtë. Tani, a do ta përdor unë këtë xhepin e fshehtë? Nuk e di. Po ndoshta kur ke portofol, mbas edhe për telefon, se zakonisht në xhepat tu para rëshket telefoni. Po, ishte detaj interesant, nuk e kisha parë ndonjëherë dhe mendova që t'ja tregoj. Kështu pra, këto ishin të gjitha produktet, veshjet që më kishte dërguar Alara këtë herë. Unë mezi po pres të kemi një tjetër bashkëpunim, sepse është vërtet një brand shumë serioz. Kam shumë kohë që bashkëpunoj, kjo është era e disat që më kanë dërguar PR box, edhe unë jam vërtet shumë e lumtur, sepse vërtet veshjet e tyre i kam përdorur. Pra, kanë qenë vërtet funksionale, më kanë hyrë në punë, nuk është se i kam marrë dhe i kam lënë aty. Dhe janë vërtet materiale shumë të mira, kështu që nëse doni të bëni blerje të cilat ju zgjasin në kohë, pse jo mund t'i hidhni një sy website-it të Alarës, do t'ja u lej këtu poshtë dhe në description box do të keni të gjitha produktet, uljet dhe çdo gjë tjetër që më ka dërguar. Kështu pra, tani vazhdoni shihoni pak Korçën, atmosferën aty dhe shikoni se çfarë ka ndodhur ditët që unë isha në Korçë. Hello, prap, tani do nisemi për te lokali, për te dreka. Unë nuk është se kam bërë shumë make-up sot, kam dalë shumë thjesht, edhe po pres mamin dhe nënën, do vinë me ne në makinë me ne, ndërkohë që tjerë do ikin me makinën tjetër e do takojmë të gjithë në Villa Mema, besoj se do shkojmë. Edhe gatuajnë shumë mirë aty, unë nuk është se kam qenë, pra kam shumë vite që nuk kam qenë aty,
Po të shohim se si do jetë tani, se më duket se kishin bërë edhe rregullime dhe kështu edhe të shohim. Shumë mirë. Hemi nëna, çfarë do na thuash? Çfarë të them? Përshëndete pak kanalin, thuaj bëni subscribe. Bëni sa më shumë subscribe. Të them unë. Pa. Po, ai them dot pa. Ha, provoj. Përshëndetje. Sa më shumë subscribe. Bra. Mbaj gjë. Jorgaçi ka vetëm. Unë vetëm gjiraj. Mbaj ti se të shkon, po, të shkon shumë. Më shkon, Po. Teja! Ne bëjmë këmbë të këtë rrugë. Që vikte ngjiten dhe ma ta në fryt, vetë edhe nuk kemi ulur njeriu. Raqka. Ha more. Me ku je ti? Lulkat. Merr lulkën ma. Shë sa e bukur ajo patatja. Kush kjo? Patate. Hello. Hami. Subscribe. Kuna ga po gati. Sa vetë një dia. Pa sa bukur. Njëm gaqë. Sa po erdhëm tek shtëpia e motrës, do gatujem në një gjë edhe do rim bashk, të bëjmë pak muhabet. Ora ka shkuar gati 7, edhe kemi dalë që në mëngjes nuk jemi çlodhur fare. Jam vërtet shumë e lodhur, tani po e ndjej që jam, po këto janë sakrificat i të kaluarit bukur. Kam Unë po qërojnë kakaleca. Motra duke gatuar, të tjerë duke pritur. Po bëjmë peshk, po bëjmë kakaleca, gjërat mira. Këtu. Jo, këto të e